Të dashur shqiptar, nga vjen fjala acar, është fjala më e bukur e gjuhës shqipe, sepse provon që gjuha shqipe është bie latinishtes, nuk është huazim. Dhe gjuha shqipe është krijuar midis shekullit të parë të erës sonë dhe shekullit të katërt të erës sonë, e regjistruar nga një dialekt i hebrejve të vendosur nga Palestina në Rom, në shekullin e parë, pikërisht atëherë kur u kryqëzua dhe Krishti. Ata kanë regjistruar fjalë arbëreshe. Kanë regjistruar formën e trajtës së shquar të shqipes. Pra shqipja s'ka ndryshuar fare nga shekulli i parë i erës sonë deri në ditët e sotme. Fjala acar vjen nga latinishtja që do thot çelik. Merri frymthell. Është zbulimi më madhështor, sepse tregon që ilirët janë marrë me prodhimin e çelikut. Por më vonë, mbasi ne u pushtuam nga gotët dhe slavët, e gjithë teknologjia e prodhimit të çelikut mbaroi. Kjo është e frikshme, sepse deri më sot unë mendoja që ne ishim një popull endacak baritor. Ilirët kanë prodhuar çelikun nga hekuri, merrni frymthell. Shpatat e ilirëve ishin prej çeliku, ishin të pamposhtura, të pathyeshme. Teknologjia e nxjerrjes së çelikut, të krijimit të çelikut, është rizbuluar nga kryqtarët në shekullin e 12. Kishte humbur si teknologji, e kanë patur ilirët. Ushtarët romakëve. Fjala latine për çelikun është origjina fjalës acar, moti mpret. Nuk vjen për të qartë që nga prodhues i çelikut të biesh kaq poshtë, të thonë që nuk je autokton, të vënë në dyshim ekzistencën tënde, të ta therin Shqipërinë copa. Shqipëria është i vetmi vend që rrethohet nga shqiptar. E kuptoni, na kanë therrur siç therin lopën. Dhe ne tani na duket vetja Dardan, shtet më vete, Maqedon, Ilirid, Arvanitas që s'ka lidhje me Shqipen, mendojnë ata. Deri këtu arrin çmenduria. Nga prodhuesi i çelikut në Dardan, që në greqisht do thot mut. Pra kemi rënë komplet në fekale. E përsëris, nga çeliku, prodhimi i çelikut, në fekalet greke kemi rënë. Kaq shumë na kanë infektuar në grekët. Emri lumit drin vjen nga greqishtja drilon, organ mashkullor. Kaq shumë na kanë degeneruar në ata. Ne kemi qenë prodhues të çelikut. Kjo mbetet në fjalën acar. Shiko sa e tmerrshme. Nuk e beson as vetë që ke qenë kaq lart dhe ke rënë kaq poshtë. Tani unë po ju ngre përsëri lart. E bëj këtë nga dashuria e pamposhtur për gjuhën shqipe dhe për veten mbi të gjitha. Kur ju ngre juve, unë ngre veten time. Pra, në një periudhë të caktuar, midis shekullit të parë dhe shekullit të katërt të erës sonë, folësit e latinishtes në territorin ilirik, por dhe në Greqi, me arvanitët, vendosin të përdorin rasën kallëzore në vend të emërores. Një vendim që ka ndikuar dhe në gjuhën greke, edhe në greqisht ashtu ka ndodhur, por në shekullin e 4 të erës sonë, shumë vonë. Dhe nga kjo ka lindur në fakt greqishtja e sotme që si ngjan fare me greqishtën e lashtë. Pra ka qenë ndikimi i gjuhës arvanite. Pra, emri i çelikut është Aquiarium. Por në këtë rast është një lloj si në rastën emërore dhe në kallëzore. Është një rast i veçantë. Tash ky emër është në asnjanës dhe asnjansi është zhdukur në gjuhën shqipe, por është zhdukur dhe në italisht, është zhdukur dhe në frëngjisht, edhe në rumanisht. Të gjitha bijat e latinishtes i kanë kthyer emrat
asnjansit në emra mashkullor. E pra këtë ju nuk e dinit. Askush nuk e dinte. Në italishtën e sotme kjo do të shqiptoheshte aciarium. Por në latinisht ka qenë aciarium. Si u krijua kjo fjalë? Nga fjala acies, që të thot majën pret, dhe arium, pra pashtesë latine dhe ilire, që përdoret për të krijuar funksionin e veglave. Pra veglat prej çeliku që nuk ekzistonin, krijohen me një mbiemër, majën pret, acies plus arium, aciarium. Dhe kjo mbetet në fjalën shqipe acari. Forma e trajtës së shquar është primare. Tani, të gjithë kanë gabuar, përfshi Joklin, Majrin, Pedersenin, Çabejn, të gjithë mendonin që forma e trajtës së shquar i prapa vendoset e emrit. Jo. Nga forma e trajtës së shquar shkurtohet fjala dhe bëhet e pashquar, acar. E di, është e tmerrshme se si është shkatruar gjuha shqipe. Burimet latine thonë që këta e kanë marrë përpunimin e çelikut nga sirianët. Si metodë. Mirë po janë zbuluar Vedat sanskrite dhe atje është zbuluar që në Indinë e vjetër është gjithashtu derdhja e çelikut është gjetur. Pra nuk është marrë nga sirianët. Sirianët e kanë marrë nga latinët, nga indo-europianët. Pra gjithmonë ne gjatë gjithë jetës kemi qenë njerëz me komplekse, jo vetëm ne, por dhe italianët dhe francezët gjithmonë mendonin që çdo gjë e kemi marrë ne nga Mesopotamia, nga Iraku, nga Siria. Nuk është e vërtetë. Pra çelikun e kanë zbuluar indo-europianët. Është zbuluar dhe në Indi, edhe nga ilirët, edhe nga romakët. Të mendosh që emri acar vjen nga çeliku, nga teknologjia e çelikut, atëherë të gjitha emrat fyes që ju janë drejtuar shqiptarëve nga grekët drillon. A kuptoni? Organ mashkullor, labiatan, buzët e organit femëror, këto emra kaq të pist nuk vlejnë. Ne si kemi përdor fare, na e kanë vënë ne ata, siç u vën emra gjithmonë një pushtues, një populli të pushtuar. Prandaj si kuptojmë këto emra, nuk janë emra tanë, dhe duhen hequr, që të gjithë emrat i lirë janë emra të pisët grek. U bindët tani, nuk janë emra shqiptar. Emër shqiptar i trashëguar është acar, nga akarium. Kjo është e tmerrshme. Tani unë kam nxjerr këtë në një forumi shqiptar. Zdilja do të me emër. Më kanë sharë me fjalët më të pista dhe organizatori i këtij forumi ka ardhur në bisedën e drejt për drejt në TikTok pa e ditur fare që ky ka qenë organizatori të gjitha fyrjeve kundër meje. Një burr shumë i mirë, por ai nga padia ka bërë. Ai nuk e dinte kush isha unë, se unë isha pa emër dhe mbiemër. Nuk e besoja që ai ishte njeriu që më shante mua. Me vite të tëra, pastaj erdhi në TikTok. Nuk kërkoj të falur sepse nuk e dinte që isha unë ai që kishte sharë. Zbulimi im është marrë nga Kolet Stopalli. Është vendosur në fjalorin e tij në vitin 2014. Pra Kolet Stopalli merrte zbulimet që bëheshin në internet në forma të ndryshme dhe i ka botuar. Bravo i qoftë. Bravo i qoftë. Gjak e dhjam qumshti nënës, sepse gjuha shqipe është më rëndësishmja. Ndërsa Qerem Çabej ka bërë gabime të rënda që tregojnë që ai nuk di latinisht. Nuk di. Do ta shikoni vetë që Qerem Çabej thotë që fjala acar vjen nga fjalët slave. Tani kjo është shumë e dëmshme. Etimologjia është një shkencë shumë e rrezikshme. Ata që nuk dinë
e dërgojmë popullin ton në një rrugë të verbër. Pra, nuk do kishte ndodhur pushtimi komunist fare, në qoftë se do kishte dalë që ne jemi gjuhë neolatine. S'do kishim luftuar me italianët dhe nuk do ishim vrarë 28.000 dëshmor, edhe Kosova nuk do ishte pushtuar nga serbët. Do ishim sot bashk, edhe Maqedonia do ishte pjesa jonë, edhe Çamëria. Do ishim një popull i bashkuar në Itali. Kjo është kaq e tmerrshme, kjo që ka ndodhur. Pastaj nuk do kishte ndodhur lufta në Kosovë. Nuk do ishin vrarë 78.000 persona të pafajshëm të regjistruar, po ka dhe më shumë. Por nuk do kishte ndodhur dhe lufta në Maqedoni, janë vrarë me mira veta në 2001-shin. Dhe ata nuk i fituan të drejtat e tyre. Po çamat që humbën territoret e tyre pronat të afërmit, u vranë, është bërë genocid kundër tyre. E shikoni se sa dëmshme është etimologjia. Duke dashur ne të na bëjnë pellazg, vetë shqiptarët na kanë bërë një dëm të tmerrshëm. Sepse na kanë identifikuar me xhelatët tanë grek. Ne i themi xhelatit vëlla. Pika që nuk na ra. Mortja që nuk na ha. Akoma jemi pellazg ne, me fjalë një rokshë majmunore. T'ja numëroj rokjet pak? Merrni frymthell. Akiarium. 5 rokje. Nga një fjalë me 5 rokje është krijuar forma e trajtës së shquar. Acari me 3 rokje, pastaj forma e trajtës së pashquar, acar me 2 rokje. Tani e qenem çabej si shqiptar që është dhe pellazg, do të thënë pellazg do të thotë majmun. Që ta dini, majmun primordial neandertal. Ai i kujton të ardhur me një parashtesë A plus fjalën slave çer, empret në gjuhë slave. E kupton? Me fjalë një roksh edhe ai. Pra, ashtu i duket ai si gjeni, po dhe ai është sëmurur nga sëmundja pellazge. Çdo shqiptar e ka të pellazgjiktu, i duket sikur nga fjalë më të shkurtra dalin fjalë më të gjata. E kemi problem gjenetik të krijuar, pikërisht pra, nga prodhimi i çelikut, Akiarium, ti del dhe bësh shëtitës në acar, bësh e vgjit në vendin ton të bëjnë slavët, të bëjnë grekët, vërtitesh në përfekalet greke të duket vetja pellazgo i lirë. E kuptoni? Se ç'a bëhet? Sa poshtë kemi rënë? Nga Akiarium çelik, prodhimi i çelikut, teknologjia më e përparuar e kohës, ti bie dhe bëhesh bari në acar të ftohtë. Kjo fjalë është kaq mbresërenëse, kaq e tmerrshme, do të thonë nga niveli më i lartë teknologjik të biesh në vendin e shpellarëve barinjve. Edhe unë ashtu besoja. Deri më datën 4 gusht viti 2026. Është dita kur Krishti erdhi në tokë. Apokalips, ju tha shqiptarëve, ju jeni bijt e ushtarëve romak, nuk e besonin. Gjuha juaj është neolatine. U të shmend interneti. Tani do të shikojmë që askush se ka thënë këtë para meje. Pse thashun që e ka thënë Gustaf Mahleri? Sepse unë kisha vetëm 200 ndjekës në TikTok, edhe në Facebook, me vite të tëra, 200 veta, dhe asnjë nga të afërmit e mi. Duhet t'i gënjeja pak shqiptarët një çik fare që të vinin, që të më afroheshin, ndryshe nuk i shikoni filmat. Tani po i shikojnë, por e kuptoni karemin dhe peshku, se shqiptarisht pak trup peshk, do t'i hedhësh çik karemin, t'ja bësh pak qefin, e kuptoni, pastaj e hatë krimbin e vockël dhe hatë gjithë grepin, e kuptoni. Tashti ju a thashun të vërtetën e madhe, sepse nuk do pranohej kjo as që do diskutojnë, ne neolatin, ne jemi pellazg, ne jemi një roksha. Pra, ka filluar të përdoret në rrjetet sociale fjala o një rokësh, do të thot o budala në turqisht, o idiot në pellazgjisht. Pra,
ju kam nxjerr nga kthetrat e idiotësisë. Shikoni vetë se është shumë e frikshme. Vetëm kur shikon bindesh se ke rënë nga Çeliku tek acari i Bariut. A kuptoni? Dhe ja ta shikojmë bashk. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Fjala akiarium është krijuar nga latinishtja akies, empret dhe arium pra pashtes për krijimin e emrave të veglave dhe të funksionit të tyre. Shqiptimi origjinal në latinishtën klasike ka qenë akiarium, por në italisht kjo shqiptohet sot në aciarium. Fjala e trajtës së shquar është primare me 3 rokje, ka ardhur nga latinishtja me 5 rokje. Dhe ka ardhur nga forma e trajtës së shquar, forma e trajtës së pashquar. Nga emra Asnjanës është krijuar emër i gjinisë mashkullore në Shqip, në gjuhën e Sardenjës, në gjuhën rumune, në gjuhën italiane, është një lloj. Është emri i Çelikut. Edhe sot të kësaj dite në italisht. E shikoni? Tani si e bëra këtë zbulim të rëndësishëm? O bo, si e bëra do thoni ju, ja do ja tregoj. Nuk mund të gënjema. Tani do i nxjerr të gjitha kartat. E vërteta është se unë e kam vjedhur këtë fjalor, sepse ndryshe nuk merreshte. Dhe në këtë fjalor të vjedhur dallohet fjala acari në gjuhën arbëreshe. Arbëreshe të ardhur nga Moreja, nga Greqia. Kanë prodhuar çelik arbëreshët, merrni vesh ju. Dhe ata shpjegojnë me italishtjen acciaio, që i thonë çelikut. Merrni vesh ju, o koklesh, o shqiptar o pellazg, 2 rokësh në këtë rast. Por forma e trajtës së shquar është me 3 rokje dhe vjen nga latinishtja me 5 rokje. Pra gjithmonë dhe më shumë shqiptari i zvoglon rokjet dhe i bën trajtat e shquara të pashquara. Kjo si ka shkuar kujt në mend, askujt absolutisht në botë. Më besoni. Si mund të bëhet forma më e gjatë, më e shkurtër? Si mund të jetë primare trajta e shquar dhe pastaj të krijohet trajta e pashquar? E pra kështu ka vepruar Shqipja në shekullin e parë të erës sonë. Kështu është gjuha jonë. Është rrudhur, çdo fjalë është shkurtuar. Dhe të gjitha emrat mashkullor në gjuhën shqipe kështu janë krijuar. Nga emrat në rasën kallëzore në latinisht. Emrat asnjanës latin janë bërë emra mashkullor në shqip dhe italisht, frëngjisht, rumanisht. U kënaqet tani. Dhe tash i kuptoni që askush nuk e ka ditur në botë që gjuha shqipe është gjuhë neolatine. Do bindeni vetë. Tani, kjo që po shikoni është vërtet e frikshme. Fjala acar nuk është e vetme. Kemi dhe fjalë të tjera, jo vetëm që do thot i ftohtë, por ka kuptimin dhe ujë i kulluar, i pastër. Ka dhe kuptimin grua e pastër e ndershme, pastërtore, grua acare, ose sa bukur, çfarë mrekullie. Më foli acar, do më thonë më foli ashpër, acaroj, pezmatoj dikë. Acarim, pezmatim. Acarohet me kuptimin moti po ftohet. O Zot, sa bukur. Sa e mirë është gjuha jonë, që ne nuk e njohim. Ne kemi evgjitëruar gjuhën tonë me këngë jevgash. Të dashur shqiptar, ju lutem, larg nga jevgjit. O Zot, acarimin do thot mundim. A kuptoni sa bukur, lëvizje në acar, mundim. Tani, Gustav Mahleri nuk e ka kuptuar fare që kjo fjalë vjen nga gjuha e lashtë latine. A i na bën të ardhur ne këtu. Gustav Mahleri, a i thot që ne i kemi marrë këto fjalë mbas shekullit të 15, por këtë fjalë a i nxjerr nga gjuha slave kishtare. E shikoni, prandaj humbëm Kosovën neve.
E kuptoni se ku të çon etimologjia, dhe këtë ai e boton në vitin 1860. Kur ishim akoma në pushtimin turk, ishim komplet analfabet të shkretët ne. O Zot, o Zot. Nuk isha lindur unë akoma, o Zot, o Zot. Dhe tani, i nderuari e Qeremça Bey nuk e mbaroi dot shkollën në Austri, e përzun nga që ishte nxënës i dobët dhe mësuesit ishte Jokli, dhe ky e Qeremi shkon dhe bën diplomën e tij në Itali dhe merret me gjuhën arbëreshe. Dhe ai nuk e kupton që në gjuhën arbëreshe acar i thon çelikut. Merrni vesh ju. Çelikut i thon arbëreshët, o Zot, o Zot. Dhe Qeremça Bey thotë që fjala acar është krijuar një lloj si fjala ager, një lloj si fjala akull, aliver, avull, ambël, me parashtesën a dhe me rënjën car, që është rënjë slave. E mori nga Gustav Mahleri. Këtë carin, ose më sakt, e shkruar Karac. Ky Karaci pra. O Zot, o Zot, me kuptimin pres, therr në gjuhë slave. Me kuptimin i ftohtë. Pra kuptimi i ftohtë është primordial, thot ky. Pra, ky ishte në Itali, ka ndetur atje një vit dhe nuk di ky që arbëreshët i thon acar çelikut. Më kuptoni apo jo? Pra, ky e nxjerr nga gjuhë slave, e ka marrë nga Gustav Mahleri. Kështu e humbëm të dashur shqiptar, kështu e humbëm neve, kështu e humbëm Kosovën. O Zot, o Zot, ky e ka gjetur fjalën acar. Çelik, e shikoni para syve tuaj. E shikoni? Po ky nuk e kupton që është e njëjta fjalë si acar, e mpret. Në gjuhën arbëreshe, nga fjala çelik erdhi fjala acar. O Zot, o Zot. O Zot, o Zot, atje në qiell, o Zot, o Zot. Qa po ndodh? E shikoni? Nuk e kupton që acari, çeliku, ka dhënë fjalën acar, i ftohtë, i mpretë. O Zot, o Zot. E Qeremça Bey nuk kuptonte latinisht. E lidha të me turqishtën. E nxjerr fjalë turke. Ja, ku e keni para syve tuaj. O të merë, o të merë. O Zot, o Zot, o Zot. A i thot është përzier me fjalën acar i ftohtë, nuk e di që fjala i ftohtë acar ka ardhur nga fjala çelik. O Zot, o Zot. Pra e shikuat që as Gustav Mahleri, as e Qeremça Bey nuk e kanë kuptuar që fjala acar, i mpret, ka ardhur nga fjala acar, çelik. A i nxjerr nga fjala slave. Parashtesa a plus rënja qer në gjuhët slave kishtare. O bo, e shikoni sa rrezikshme është etimologjia. Ku të çon? Humbet Kosovën, humbet Maqedoninë, humbet Çamërinë, humbet Malin e Zi nga etimologjia. Por, prej Leni Kocaqit, ju do humbni Shqipërinë, sepse Leni Kocaqi thot, grekët janë shqiptar dhe shqiptarët janë grek, në çdo libër të saj. Dhe këtë konkluzion ajo e ka nxjerrur nga fjalë njërokshe monosilabike, për të cilave kanë ardhur fjalët greke në Iliad. Do të thënë, e kuptoni ku jemi ne, ë? Nga prodhimi i çelikut tek Bariu në acar dhe pastaj tek Eleni Kocaqi, që shef Iliadën dhe shpjegon fjalët greke me fjalët e shqipes dhe thotë që ne jemi një popull tani, të heqim kufit, dhe këtë bëri dhe kryeministri ynë, ka hequr kufit në Sarand, në Himar, në Shëngjin, i ka zhdukur të gjitha postat kufitare, dhe ne grekët sot mund na pushtojnë me turist, jo me avion, jo me tanke, turist mo, vinë dhe të pushtojnë, çfarë do t'i bësh ti? Kaq keq ka rënë Shqipëria, kaq poshtë. Dhe të gjitha ata që dalin në për demonstrata janë të bindur që nga gjuha e tyre njërokshe kanë dalur fjalët e greqishtes. Deri këtu kemi arritur ne, kuptoni?
demonstrues që nuk din të lexojnë kërkesat e protestës nga telefoni. Merrni vesh ju, ku jemi ne? Nga prodhimi Çelikut, Barina Acar, pastaj me TikTok, TQR, një rokësh, Iliada, vjen nga Shqipja. Do me thënë deri këtu kemi rënë. Më poshtë bie dot njeriu, unë kam frikë se edhe më poshtë bie. Po t'i heqim ne pra këto huazimet, ne do flasim vetëm kështu, me gishta. Dhe nuk e dim që Shqiponja i lirëve ka qenë me një kokë dhe ishte e bardhë. Dhe i lirët që është në Albanoj, këtë se dim ne. Shqiponja jonë është e zezë dhe me dy koka është si shtrigë, si hidra, që ka 7 koka, Shqiponja jonë ka 2. Se s'ka tru. Mund të kesh dhe 7 koka, po s'ke tru. Ore mjafton një kokë, mo. Si zogu original, i bardh, Albanoj. E kjo stem është gjetur në Mirdit. Është stema e mbretërisë Albania. Mbretëria e parë etnike në botë. E para. Ne e bëm të zezë. Pika që s'nara. Në kokë. Në 2 koka. Jemi një kombë me një shqiponjë me 2 koka dhe me trup të qarë në 5 shtete. E kështu jemi bërë ne. Me 2 koka dhe të qarë në 5 shtete. Të therur, si bagëti. Pra unë duhet ju bashkoj në një emërues të përbashkët, gjuha neolatine e formuar nga shekulli i parë dhe në shekullin e 4 të erëson, e sigurt. E kuptua të dashur Shqiponja me 2 koka, apo jo? Sa koka ju duen ju, ta kuptoni, ta bëjmë Shqiponja me 3 koka. Ajo e bardha dhe 2 të zezat, unë them ta bëjmë me 3, e kuptoni? Si fisi i lirë 3 baloj, që do të thotë në greqisht me 3 bole. E kuptoni? Edhe ju me 3 koka të marim. 3 koka. Ose 3 herdhet e 3 balojt, që ta kuptoni, ju shqiptaro pelazgët, që gjuhës juaj e bukur është neolatine, që fjalët e Shqipes, emrat mashkullor dalin nga emrat neutral, në rastën kallëzore, në latinisht. Pelazgu, një rokshi, miru pafshim në filmat të tjerë shkencor.